2026, vetëm 4 shenjat do të bëhen të pasura. Të dashur miq, mirë se vini në këtë udhëtim të thellë shpirtëror drejt një viti që do të mbahet mend për shekuj, viti 2026, i njohur në astrologjinë kineze si viti i kalit të zjarrit. Ky vit nuk është si të tjerët. Ai është i rrallë, i fuqishëm dhe plot energji të paparashikueshme. Kali i zjarrit galopon me shpejtësi të jashtëzakonshme, duke sjellë ndryshime të papritura, guxim të madh, pasione të zjarrta dhe mundësi që mund të ndryshojnë jetën tuaj përgjithmonë. Për ata që nuk janë në këtë listë të privilegjuar, do të mësoni si ta shndërroni këtë vit në një periudhë përgatitjeje të brendshme, rritjeje shpirtërore dhe ruajtjeje të aseteve ekzistuese. Sepse, siç na mëson Buda, pasuria e vërtet nuk është vetëm në xhepa, por në paqen e shpirtit dhe në ndalimin e ndjekjes së verbër të parave. Le të fillojmë këtë aventurë të mrekullueshme. Tema kryesore: energjia e vitit të kalit të zjarrit. Viti 2026 është një vit i rrallë sepse kombinon elementin e zjarrit yang me shenjën dinamike të kalit. Zjarri përfaqëson pasionin, ndriçimin, transformimin e shpejtë dhe fuqinë krijuese, ndërsa kali simbolizon lirinë, shpejtësinë, guximin dhe lëvizjen pa ndalesë. Kjo energji sjell një vit plot surpriza, mundësi që shfaqen dhe zhduken në çast, ndryshime të papritura në karrierë, biznese që shpërthejnë brenda natës, por edhe rreziqe nëse nuk jeni të përgatitur. Sipas traditës kineze, ky vit nuk është për ata që tremben nga ndryshimi, por për ata që dinë të galopojnë bashkë me kalin e zjarrit. Në metafizikën e lashtë, energjia e zjarrit duhet të balancohet me elementë të tjerë si toka për stabilitet, sepse zjarri i pakontrolluar mund të djegë gjithçka. Prandaj, suksesi në 2026 vjen nga guximi i kombinuar me mençuri, nga veprimi i shpejtë i shoqëruar me strategji të thellë. Fjalët e Budës na kujtojnë se çdo ndryshim është mundësi për zgjim shpirtëror. Nëse rreshtoheni me rrjedhën natyrore të energjisë, pasuria materiale do të vijë si rrjedhoj natyrore e pasurisë së brendshme. Por nëse ndiqni vetëm paret me ego, energjia e zjarrit mund t'ju djegë në vend që t'ju ndriçojë. Një dragoj, magneti i pasurisë. E para dhe më e fuqishmja nga shenjat e bekuara është dragoj. Dragoj është simboli suprem i fuqisë, autoritetit dhe fatit të madh në astrologjinë kineze. Në vitin e kalit të zjarrit, dragojt do të jenë në qendër të vëmendjes globale. Energjia e zjarrit ushqen natyrën e tyre ambicioze dhe karizmatike, duke i bërë ata magnet të vërtet për pasuri. Pasuria për dragojt do të vijë përmes leadershipit të fortë, pozicioneve të larta autoritare dhe lëvizjeve të guximshme në biznes. Mund të prisni promovime të papritura, partneritete luksoze, investime që shpërthejnë ose ide inovative që tërheqin investitorë si bletët të mjalti. Dragoj do të ndihet si një lider i lindur, me vizion që të tjerët e ndjekin pa pyetur. Megjithatë, këshilla kryesore është thelbësore: shmangni arrogancën dhe egon e tepruar. Zjarri i vitit mund të forcojë krenarinë natyrale të dragojit, por nëse lejoni që egoja të marrë pushtet, fati i madh mund të kthehet në humbje të papritura. Mbani modestin, falenderoni universin çdo ditë dhe ndani suksesin me të tjerët. Kështu, pasuria do të qëndrojë e qëndrueshme dhe do të rritet shumë fish. Për dragojt, 2026 është viti ku mund të bëheni milioner ose edhe miliarder nëse veproni me guxim të pastër, por gjithmonë me zemër të pastër. Imagjinoni veten si një draguar që fluturon mbi rreth e zjarrit, i lirë, i fuqishëm dhe i respektuar nga të gjithë. 2. Bualli, ndërtuesi strategjik. E dyta është bualli, shenja e stabilitetit, disiplinës dhe punës së palodhur. Ndërsa shumë shenja do të tronditen nga shpejtësia e kalit të zjarrit, bualli do të jetë si një spirancë e fortë në mes të stuhisë. Ai nuk do të ndjek mundësitë e çmendura, por do të ndërtoj pasuri të qëndrueshme që zgjasin për breza. Bualli do të përfitojë nëpërmjet investimeve të mençura afatgjata, bizneseve tradicionale që modernizohen gradualisht dhe strategjive të matur. Në një vit kaotik plot ndryshime, bualli do të jetë ai që të tjerët do të kërkojnë për këshilla dhe siguri. Pasuria e tij do të vijë ngadalë por sigurt, si një lumë që mbush një liçen të madh. Këshilla e rëndësishme: jeni fleksibël dhe mos u bëni peng i metodave të vjetra. Energjia e zjarrit kërkon një farë lëvizjeje dhe adaptimi.
Nëse bualli mbetet rigid, mund të humbas mundësi të arta. Prandaj, kombinoni disiplinën tuaj të famshme me një dozë kreativiteti dhe gatishmërie për të provuar gjëra të reja. Meditoni rregullisht për të ruajtur qetësinë e brendshme dhe do të shihni si pasuria arritet në mënyrë të qëndrueshme. Bualli në 2026 është ndërtuesi i perandorive të vërteta, jo të shpejta por të pathyeshme. 3. Majmuni, milioneri i papritur. E treta është majmuni, shenja më e zgjuar, përshtatëse dhe plot surpriza. Në vitin e kalit të zjarit, majmuni do të jetë milioneri i papritur. Mundësitë do të shfaqen si vetëtima, nëpërmjet teknologjisë, ideve inovative, tregjeve digjitale ose lëvizjeve të shpejta që të tjerët nuk i shohin. Majmuni lulëzon kur ka liri veprimi. Instinkti i tij i mbret dhe aftësia për t'u përshtatur në sekonda do ta çojnë drejt suksesesh të mëdha. Mund të prisni fitime të papritura nga investime në kripto, startupe ose biznese online që shpërthejnë brenda muajsh, por kujdes, shmangni rreziqet e tepërta dhe pakujdesin. Zjarri i kalit mund të nxjisë impulsivitetin natyral të majmunit. Para se të hidheni në një aventurë, analizoni mirë dhe mos lejoni që entuziazmi t'ju verbojë. Mbani një plan rezervë dhe mos harroni të pushoni her pas here për të rifreskuar mendjen. Majmuni në 2026 është si një cirk që ecën në litar mbi zjarr, emocionues, fitimprurës, por që kërkon balancë të përsosur. 4. Gjarpri, fituesi i vonë por i madh. E katërta dhe më misteriozja është gjarpri. Gjarpri nuk nxiton kurrë. Ai vëzhgon, analizon, ndjen intuitën e thellë dhe vepron në momentin e duhur. Në gjysmën e dytë të vitit 2026, gjarpri do të lulëzojë plotësisht. Pasuria e tij do të vijë si një valë e madhe pas një periudhe përgatitjeje të heshtur. Strategjia, analiza e thellë dhe intuita e mbret do të jenë armët e tij sekrete. Gjarpri mund të fitojë nëpërmjet biznesesh që kërkojnë durim, si investime në pasuri të paluajtshme, arte ose industri ku nevojitet vizion afatgjat. Këshilla kryesore: kini besim të plot të vetja dhe mos hezitoni kur vjen momenti. Gjarpri shpesh dyshon për shkak të natyrës së tij të thellë, por në 2026 energjia e zjarrit do t'ju japë shtytjen e nevojshme. Kur ndjeni atë impuls të brendshëm, veproni pa frikë. Besimi te intuita juaj do të jetë çelësi i suksesit të madh. Gjarpri në fund të vitit do të jetë fituesi i heshtur që të gjithë do ta kenë zili. Këshilla Feng Shui për vitin 2026. Për të maksimizuar energjinë pozitive të këtij viti, aplikoni këto këshilla të fuqishme nga Feng Shui. Ngjyrat: përdorni të kuqen e zjarrt, arin shkëlqyes dhe vjollcën mbretërore për të nxitur guximin dhe pasurinë. Balanconi ato me nuanca toksore si kafe, beige ose terrakota për të sjellë stabilitet dhe për të parandaluar që zjarri të dalë jashtë kontrollit. Vishni këto ngjyra ose vendosini në shtëpi për të aktivizuar rrjedhën e energjisë. Mesazhi përfundimtar. Të dashur miq, viti i kalit të zjarrit 2026 nuk është vetëm për 4 shenjat e privilegjuara. Për të gjithë të tjerët, ky është një vit i mrekullueshëm për përgatitje të brendshme dhe ruajtje të aseteve ekzistuese. Rreshtohuni me energjinë e kohës, praktikoni mirësi, durim dhe falënderim të përditshëm. Atëherë, pavarësisht shenjës suaj, viti 2026 do t'ju sjellë bekime të papritura. Faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të pëlqeni, të abonoheni dhe të ndani me miqtë tuaj. Na thoni në komentet se cilën shenjë jeni ju dhe çfarë prisni nga viti 2026.